Tjetër ekzistojnë edhe mundësia që edhe këtë kujtesa si kujtesë, pra kujtimi si kujtim mundet me u ndryshu. Dhe kjo quhet false memory ose kujtesë e rreme. Po marrë si shembull nëse ti po ja përmend shokit ton më të ngushtë dhe po i thu që valla në banketin ton si sot më kujtohet kur e mur daja në banketin ton të martesës kur e mur daja dhe filloi me majt fjalimin dhe pastaj shoku yt po ta nxjerr videon dhe po tregon që nuk ka qenë daja, po ka qenë dikush tjetër. Dhe kjo është një reaksion psikologjik normal që tregon që janë shumë faktorë që ndërlidhen të kujtesa dhe krejt normale. Po në anën tjetër, nëse një person për shembull po tregon një kujtimi si nuk ka ekzistuar fare. Apo do me thonë që ka dhe kujtime të rajshme? Po, dhe këto janë të pranuara me shkencë. Ekziston ajo që si e thash është false memory ose kujtesa e rreme, që është shumë normale. Edhe arsyeja unë menoj që më ka ndodhur diçka, e kam bind veten që më ka ndodhur diçka, por realisht s'ka ndodhur. Po, mundet me ndodhë një gjë e tillë. Dhe tash këto janë dy situata. Është situata kur ne jemi duke fol për kujtesë rreme si një reaksion ose si një gjendje psikologjike normale. Po në anën tjetër kujtesa e rreme mundet me qenë në kuadër të çrregullimeve serioze neurologjike. Dhe tash unë jam duke fol për një gjendje që ka një konfabulacion. Konfabulacioni haset për shembull të demencat, të smundje Alzheimer dhe disa smundje tjera neurologjike, ku personat janë të bindur për një memorie dhe ata vazhdojnë e tregojnë një ngjarje që nuk ka ndodhur fare në jetën e tyre. Dhe nëse ti argumenton për dallim prej false memory që tregova parë, nëse ti argumenton me video, i thuhet që se nuk ka ndodhur kjo, këta prapë vazhdojnë me e besu ato. Është një fash shtramnimi i realitetit? Është pikërisht po, është një lloj, nuk kisha mujt është shtramim po i realitetit, për shkak që këtu ka dëmtohet për shkak të Alzheimer, dëmtohet edhe hipokampusi, që e pjesa kryesore për konsolidim të memorjeve, po në të njëjtën kohë mund të dëmtojë edhe pjesë tjera, për shembull që është lobi frontal, që ka të bëjë me perceptim të realitetit, edhe shumë struktura tjera tronore. Dhe mi formu. Po në anën tjetër ne nuk duhim ka një herë shoh që bëjnë pyetje dhe ngatrojnë për shembull konfabulimin me pseudologjia fantastika. Kjo është një gjendje ku personat gënjejnë, domethënë, është gënjeshtër patologjike. Për shembull, një doktor thotë, valla unë kam punuar në Gjermani, mas ne prej Gjermanisë më shku NASA, më ka marrë NASA më shku mja koru ekipin NASA, mas ne më shku në hën, dhe tash ne nuk jemi duke fol as për konfabulacion, as nuk jemi duke fol për kujtesë të rreme, po më shumë gjatë jemi duke fol për një pseudologjia fantastika. Kjo është diçka krejt tjetër. Pra këtu nuk është problem me memorjes. Është patologjike. Është gënjeshtër patologjike, po. Kjo zakonisht haset në smundjet psikiatrike, mirë po mundet me qenë edhe të dëmtimet, të disa dëmtime neurologjike, është evidentuar me literaturë shkencore. Po më intereson pse truni joni dashur doktor prodhon menime negative, çka i duhen o vlla? Mendimet negative mas pari, nëse mundin me qenë reaksion psikologjik normal. Për shembull, je hyn provim, je rapi provimit në fat qershorit dhe je duke u friksu që mundesh me hub vitin. Tash truni është të vlerësu rrezikun dhe pasojën, dhe kjo është diçka krejt normale, nuk ki nevojë fare me shku te një psikolog me thonë kam mendime negative që kam po me humb vitin apo. Po në anën tjetër, nëse mendimet janë po dominojnë mendjen tonë dhe i ki non-stop tërkohën, po pengojnë funksionalitetin tonë, atëherë na jemi duke folë nështë edhe për çrregullime